Gjykata e lartë ka vendosur rikthimin për gjykim të çështjes që lidhet me sekuestrimin e materialeve në banesën dhe zyrën e Arbër Veliajt, si dhe kontrollet e kryera ndaj tij në dhjetor të vitit 2024. Trupa gjykuese përbërë nga gjyqtarët Albana Boksi, Medi Bici dhe Sokol Binaj, pasi shqyrtuan në dhomën e këshillimit kërkesën e Veliajt, vendosën të rrezojnë vendimin e apelit posaçëm dhe të urdhërojnë rigjykimin e çështjes në të njëjtën nivel dhe nga i njëjti trup gjykues. Veliaj ka kundërshtuar veprimet e kryera nga BKH-ja me urdhër të SPAK-ut dhe vendim të GKK-s që përfshin sekuestrimin e dokumenteve dhe pajisjeve elektronike në mungesë të tij në kohën kur ndodhej jashtë vendit. Këto kontrolle u ushtruan në kuadër të një hetimit të nisur ndaj vëllait të tij kryebashkiaku të Tiranës Erion Veliaj. Gjatë operacionit të dhjetorit u sekuestrua edhe telefoni i Ajola Xhoxhës, e cila ndodhet në masën e detyrimit për paraqitje, si dhe dyshuar në një dosje penale në hetimet nga SPAK. Pas bardhjes së vendimit nga gjykata e lartë, apeli i posaçëm do të shqyrtojë sërish kërkesën e Arbër Veliajt për të vlerësuar nëse janë respektuar procedurat ligjore gjatë sekuestrimit dhe kontrollit të banesës së tij.